Pas divorcit, prindërit kishin detyra të ndara. Nëna mori përsipër kujdesin e përditshëm për vajzën e tyre të mitur. Ndërkaq babai, emër i njohur për insajderin, ishte obliguar nga gjykata që të paguante 200 euro në muaj alimentacion. Këto para ishin jetike, pasi vajza është me autizëm dhe mjetët shkanin direkt për terapinë e saj të domosdoshme si psikolog, logoped dhe asistent në shkollë, pa të cilat shëndeti i saj rrezikon të përkeçësohet. Mirë po, babai nuk i kreu pagesat. Për një kohë të gjatë, ajo shman këtij detyrimi me arsyetimin e thjeshtë se ishte i papunë zyrtarisht dhe nuk kishte para. Për të vërtetuar nëse ai vërtet nuk kishte mundësi apo thjesht po fshihej, rasti u kthye në rigjykim. Në gjykatën themelore të Mitrovicës, prokuroria zbuloi të kundërtën e asaj që ai thoshte. Ai ishte bashkëpronari i një kompanie të sigurimit, e cila vetëm brenda 9 muajve kishte qarkulluar mbi 24.000 euro. I zënë ngusht nga provat, vetë babai pranoi para gjykatës se punonte në zezën, merrte para në dorë, pra cash, kishte kursime dhe merrte ndihmë financiare nga vllai në Suedi. Edhe pse i pranoi këto para, ai mbrojt përsëri në arsyetimin se në letra figurante i papunë. Për këtë arsye, ndaj tij është ushtruar edhe një kallëzim penal për legalizim të përmbajtjes së rreme lidhur me deklaratën e papunësisë. Pavarësisht këtyre provave, me 18 maj 2026, gjykata themelore Mitrovicë mori vendim dhe e liroi babain nga akuza për shmangje nga sigurimi i mjeteve të jetesës. Menjëherë pas këtij vendimi, pala dëmtuar ka kërkuar nga prokuroria që të ushtrojë ankesë dhe të kërkojë gjykatës së apelit ose të mbajë shqyrtim gjyqësor të çështjes për ndryshuar vendimin, ose ta anulojë gjykimin dhe ta kthejë çështjen në rivendosje pranë një gjykate tjetër, për shkak të anshmërisë dhe shkeljeve të rënda nga gjykata e Mitrovicës. Mbrojtja pretendon se gjykata bëri 3 shkelje të mëdha. Gjykata u mjaftua vetëm me vërtetimin formal të papunësisë. Ajo mbylli syt para faktit që i akuzuari e pranoi vetë se punon në zezën, merr para në dorë dhe ka një biznes aktiv me qarkullim mijëra euro. Mbrojtja argumentoi se kjo është kontradiktore, pasi pandeuri ka vijuar të bëjë pagesa të rregullta pas datës së regjistrimit si papunë, gjë që dëshmon se ai posedon të ardhura të padeklaruara. Dokumenti i gjykatës ka kundërthënie të brendshme. Në një pjesë pranohet se babai ka gënjur për të ardhurat, ndërkaq në një pjesë tjetër arsyetohet se nuk ka prova të mjaftueshme për ta dënuar atë. Keq përdori parimin e dyshimit. Ligji thotë se dyshimi shkon në favor të akuzuarit vetëm kur nuk ka asnjë provë. Mbrojtja pretendon se gjykata shpiku këtë dyshim në mënyrë artificiale për shmangur analizën e provave dhe pranimit të vetë babait. Këto që i ceka janë pretendimet e palës së dëmtuar dhe me sa ka kuptuar insajderi, kërkesa e tyre drejtuar prokurorisë themelore të Mitrovicës është aprovuar dhe ky rast ka shkuar në gjykatën e apelit.